Këngëtarja dhe modelja Drenusha Latifi ka festuar të shtunën ditëlindjen e saj të 40 dhe siç pritej, një moment i tillë nuk kaloi pa një festë të organizuar me shumë stil. Ish banorja e Big Brother VIP Kosova 3 kishte vendosur që kremtimin ta mbante gjatë fundjavës, ndërsa mbrëmi mblodhi rreth vetes personat më të afërt. Në formë të shkëlqyer dhe me një pamje që ra menjëherë në sy, Drenusha zgjodhi 2 veshje për këtë rast të veçantë. Një fustan elegant të bardhë dhe një tjetër kombinim tërheqës në ngjyrë të zezë. Por ajo kishte vendosur edhe një rregull të pazakontë për eventin. Festa ishte ekskluzivisht për vajza. Mes shoqeve dhe atmosferës së gëzueshme, Drenusha krijoi një mbrëmje të paharrueshme, e cila, siç duket nga fotografitë dhe videot e publikuara në rrjetet sociale, ishte mbushur me energji pozitive, muzikë dhe shumë momente të lumtura. Fansat dhe ndjekësit e saj i kanë uruar ndërkohë ditëlindjen përmes komenteve të shumta, ndërsa festa e 40 vjetorit të saj po vlerësohet tashmë si një prej celebrimeve më elegante dhe të veçanta të këtij fundjavë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.